Një vend që priti stabilitet, po përballet sërish me krizë. Një lider që premtoi ndryshim, po mbetet pa shumicë. Albin Kurti dështoi. Governi nuk e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Po të pranohej oferta jonë për bashkëpunim, sot do të kishim mundësinë të jepnim vendit edhe qeverinë e re të koalicionit. Forca e parë politike e paaft për të formuar një koalicion. Këto kanë qenë disa nga titujt kryesor të mediave botërore për zhvillimet e fundit në vend. Ata përshkruajnë për një vend të ndarë, një perëndim të lodhur dhe një klasë politike pa zgjidhje. Reuters shkruan për zgjedhje të parakoshme të pashmangshme, ndërsa Radio Free Europe e quan krizën më të thellë të pas luftës. A është kjo fundi i një epoke politike apo fillimi i një përplasje të re? Të gjitha mediat kryesore ndërkombëtare janë fokusuar në dështimin e Albin Kurtit për të formuar qeverinë e ri të Kosovës, duke e cilësuar këtë si shenjë të një bllokade të thellë politike që po paralizojnë institucionet e vendit. Mediat si Radio Free Europe dhe Radio Liberty theksojnë se partitë opozitare PDK, LDK dhe AAK kanë refuzuar kategorikisht të bashkëpunojnë me Kurtin, duke e akuzuar për mungesë të bashkëpunimit dhe për përkeqësim të marrëdhënieve me aleatët perëndimor. Në raportimet e TRT World dhe Yahoo News, opozita shihet si e unifikuar në qëndrimin se Kurti është bërë faktor bllokues, ndërsa perëndimi po shfaq shqetësim të shtuar për mungesën e stabilitetit në Kosovë. Sipas Reuters, dështimi i Kurtit për të siguruar shumicën parlamentare po interpretohet si rënja e ndikimit të tij politik, sidomos pas zgjedhjeve të shkurtit, ku nuk arriti rezultatin që priste. Në njëjtën kohë, mediat theksojnë se perëndimi po humbet durimin me qasjen konfrontuese të Kurtit, veçanërisht në raport me dialogun me Serbinë dhe menaxhimin e situatës në veriun e vendit, të banuar me shumicë serbe. Anadolu Agency dhe TRT World shtojnë se ky është një moment kritik për Kosovën, me presidentën Vjosa Osmani që duhet të caktojë një mandat të ri brenda 10 ditësh, përndryshe vendi do të shkojë në zgjedhje të reja brenda 40 ditëve. Analistët e cituar nga këto media po e shohin Kurtin si arkitekt të vet izolimit politik, një lider që ka ruajtur pak a shumë bazën e tij elektorale, por që është bërë i papranueshëm për çdo koalicion. Ata paralajmërojnë se ngërçi politik po dëmton ekonominë, procesin e integrimit evropian dhe besimin e qytetarëve në institucionet e shtetit. Në thelb, të gjitha këto raportime pajtohen në disa pika. Kosova ndodhet në një krizë të re institucionale. Albin Kurti ka humbur shumicën parlamentare dhe mbështetjen për formimin e qeverisë Kurti 3. RAL e përshkruan si krizë të thellë politike dhe institucionale, ndërsa TRT World dhe Anadolu Agency flasin për një test të ri të durimit të perëndimit me Kosovën.